ditën që ma kanë dhënë fleqimin e djalit, ka dalë që për hematom, okej, e kum ditë se e kum pa. Ama për krah që e ka të thym, nuk e kum ditë, as s'm ka thonë kurkush, s'm ka tregu kurkush. Patë me pas kujdes kur e ke ka Po, kanë tregu? Jo, hiq kurrë. As për muskull që e ka njonin ma shkurt, njonin ma gjatë, kur që hiq s'm kanë tregu. Edhe kur i kom pyet që edhin, kur ma kanë dhënë fleqimin, më kanë thonë që qështo e ka, qështo e ka, qështo. E çush ke qasja kur ta tregonën? Hiq, veç ma lexojke. Qëto e ka, qit krah e ka të kres, qito muskull e ka të shkurt, hematomën e ka në ftyrë, mas një muji hajde bëja kontrollat. Edhin, qasje normale për ta. Edhe i kom thonë, edhe unë e kom menu që nuk jam të e një mirë, i kom thonë, qa ka të thyme? Ka thonë krajin e ka të thyme, i kom thonë, edhin, unë nuk e kom ditë që të sen, s'u ka tregu kurkush. Edhe ma ka bo, qasja asaj u kanë, të kena tregu, po s'ke dash nashta me një. Ose i na kon kallabllak vizita mëngjes, nuk ke dash me një. Kush nuk do me një për fëmijët vet, që ka probleme. Nëse unë e kisha di që ka qato probleme, unë e kisha trajnu prej fillime. Isha kujdes ma shumë, edhe pse jom kujdes normal, po isha kujdes nashta ma shumë për krahun. Se unë nuk mujt nashta edhe m'ja lëndu hala ma shumë, të mos ditë, pe mos dijes që e ka kres të thym. Edhe po. E tash djali është në gjendje, a ka vazhdu pra vizitat e mjeku pas lindjes? Po, i kena vazhdu komplet vizitat e mjeku privat, se ma të shtetit veç. E të shtetit a ka marrë dikush përgjegjësi për gjendjen e djalit? Jo.